Po vazhdoni me qëndru me #Gjesi Live, tani në pjesën e parë të emisionit, kam kënaqësinë që e kam të ftuar Afrodita Zeka Imerin, me cilën do të flasim për librin e saj të parë që po punon për me sjell për publikun. Ajo është duke punuar intensivisht për me sjell këtë libër, e që ka vendosur që të flasë për luftën, për jetimet e saj, që i ka përjetuar si një vajzë e re në Kosovë. Nuk është kjo Afrodita e para që po shkruan për luftën, por që ka vendosur kësaj here libri i saj i parë të jetë për luftën. Kështu që ajo gjatë punimit të librit të saj e përmend që në ditëlindjen e 22 në vend të ëmbëlsirës në vitin 1999, asaj ju bë dhurat lufta në vend të ëmbëlsirës ju ka bë dhurat lufta. Kështu që për këto detaje na kemi të ftuar Afroditën sot në studio. Mirëmëngjesi Afrodit. Mirëmëngjesi edhe për ju dhe për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit që janë duke na përcjellur. Faleminderit shumë që ke ardhur sot. Ç'është je? Mirë, faleminderit edhe për ftesën. Është kënaqësi me qenë këtë studio, një energji dhe uroj që t'ja kalojna sa më mirë në këtë emision. Po, Afroditën e kemi mike shumë të mirë të emisionit, kemi pas edhe më herët. Kushdo që të ka pa nga #Gjesi, e ka pa që edhe e din që je një sportiste përkushtuar, që e dën sportin, por kësaj here na doli edhe me diçka tjetër. Me përgatitjen e librit të parë. Mas pari duhet të pyet se ç'është edhe ideja me e shkruajt një libër, me bo një biografi, mundemi me thonë, për jetimet e juja se çka keni përjetuar në luftë. Spare nuk është libri vetëm autobiografik, që përfshin vetëm për jetimet e mia, libri përfshin edhe historinë e një kohe të një popullit, ata që vuajtën para lufte dhe gjatë luftës. E ideja ishte, në mendje kum pas moti, realisht, por nuk e kom menduar që në këtë kohë do e shkruaj, dhe pushimet e kalume në vjeshkërishëm me familje së bashku, se një kena pushimit 2 herë në vetë së bashku me familje kur kompletohem, dhe unë po të regoj ca rastes që nuk ja kisha të regu djemve sakt se qa ka ndodh, nuk e di, e kum pas një farë frike, ndasha nuk do mujnë më kuptu ata, dhe kur a dite i shpalosëm dhe i folëm, dhe po më thët djali, se realisht isha atu pregadit një libër tjetër për ta shkruar, dhe po më thët Aridoni, wow, o mami, po ti me të vërtet pas këtë qa me shkrue, leret e ato qa i të shkrue, e merre këto, shkruje ma eret, dhe nga atu kam fillua me shkrue, thua që gati një vit jam të punu në rreth këti librit, dhe dua t'jem korrekte për hir të korrektësis për dëgjuese dhe shikuese dhe ata ndjeksat e mi që me kanë përcjellë dhe me kanë shkruar, se në para një kohë kom thënë se shpejti do e promovoj librin. Por e kom shtyllë për një kohë caktume, sepse jam të mbledh ende informacione dhe po duhet ta pasqyroj librin sa më shumë. Kur e kom bërë në postimin, se në realisht kur kom filluar me shkruaj librin, kom qenë vetëm ato çaj kum po une dhe çka kom përjetuar. Dhe kur kam fillu njerëzit më thirrë dhe po më tregojnë për historitë e tyre, dhe a bën Afrodita edhe qëto me shtin libër, po mëre pse jo, edhe për këtë arsye më ka dashur që ta shtyj promovimin, se unë realisht e jem përpjek me nxirr librin me 17 shkurt. Bile edhe pushime dimror me familje pa ta përshpejtue për arsye të librit, por nuk arrita. Hajde, mujta me 17 shkurtin, me rastin e ditës pavarësisë, thash me 12 qershorin. Edhe me 12 qershorin sa rrita, thash, ta bëj me 1 shtator. Edhe me 1 shtator, se 1 shtatori është një ditë e veçantë historike, për mua, sa rrita as me 1 shtator nuk munde me nxjerr tani, por kur do që ta nxjerr, duhet me nxjerr, se për mua kanë datat shumë rëndësi. Ata do me lanë për një datë të rëndësishme, po të rëndësishme. Po kur do që t'jetë gati? Po kur do që t'jetë gati, unë do ju lajmërej me kohë. Edhe po e shohim në ekran edhe kopertinën që ke vendosur që kome pas libri. Po. Tregon pak për çish vendose këtë fotografi keni pas diku në albumin e fotografisë, apo ta ka dhënë dikush Luzhani 1999, ndalimi para vdekjes është titulli i librit.
të flasim pak për kopertinën, po ashtu edhe për titullin, qysh ke vendos me e lanë këtë titull? Titulli Ndalim para vdekjes nuk është zgjedhur rastësisht. Ai përfaqëson kufirin e hollë mes jetës dhe vdekjes, mes shpresës dhe humbjes, dhe lidhet pikërisht me ngjarjen kryesore të librit. Dhe nëse nuk do kish ndodhur ai ndalim, ai ndales, unë me shumë gjasa sot nuk do isha këtu për ta shkruar, për ta rrëfyer këtë histori. Dhe pikërisht nuk kishe me qenë gjallë, po thu? Po. Po do flasëm më vonë për ngjarjen kryesore. Dhe Luzhani 1999, si që shini autobusin këtu, ky autobus u nis me civil, me gras, mi, pleq, tri, të vetëm shpresë për shpëtuar, dhe ato raketa e natës gabimisht i ra autobusit dhe udhëtimin e tyre e kthye në tragjedi. Dhe fatkeqësisht në atë autobus ka qenë edhe vajza e hallës babit tim, së bashku me vajzën e agjit vet, Fexhria dhe Drita Musaj. Dhe në këtë ditë e kom pas edhe një intervistë dhe personi nga Sfeshla, i cili ka mbijetuar nga ai autobus edhe sot është gjallë. Vetëm një person? Jo, ka pas edhe më tepër, po vetëm ai ka qenë i gatshëm për me marrë një intervistë edhe për me tregu ngjarjen reale se si ka ndodhur. Okej. Do të thënë përjetime të ndryshme, jo vetëm nga Aferdita, por edhe nga njerëz të tjerë që kanë përjetuar në luftë e që ke vendosur me i përfshi edhe në libër. Okej, një kopertinë mjaft e mirë, e zgjedhur edhe po ashtu fotografinë, ngjyrat, kuq, që i ke përshtatur ndoshta pak. Kom punu shumë për këtë kopertinë, si kom dash tamam me reflektuar, me dhënë atë pasqyrën për çka është libri, çka përmban libri. Gjithashtu e ke bërë një sakrificë këtë vit, sa i përket sportit, se tu marrë me libër tash më intensivisht, e ke lënë anë është edhe një kampionat që ke dashur me marrë pjesë. Po, është e vërtet që kampionatin ballkanik të veteranëve më ka dashur të heq dorë. Egelina, për me nxjerr diçka të suksesshme, normal që duhet diçka me lënë anash, dhe për mua ky vit është primari libri. Edhe pse me gjithë ata nuk kom hiq krejt dorë nga sporti, ngarat në Mlena Kosovë dhe por rreth ku marr pjesë gjatë gjithë kohës. Atëra ki bashkëpunëtor në libër, kështu që të kanë ndihmuar dhe gjatë procesit, gjatë shkruarjes, ku ke vendosur me botu, do të jetë pastaj edhe të dalë, pastaj ke menduar edhe kur të dalë në shitje, ke menduar për krejt këto? Po, të gjitha jem të i mendue, po kam bashkëpunime, si normal është e natëshme si libri nuk zirret vetur, por aja qka është si libri ka edhe një kosto, dhe unë e kam kërku nga komuna, që të mbështet, nga komuna e Pudujeves, po komuna e Pudujeves realisht më ka thonë, nëse të mundesh me prit deri sa vitin e arshëm, në fillit vitit ku ne i bojmë projekte të thirrjet publike që i ndojna donacionet për projekte, besoj që do ndihmojna, po deri atëherë po mbohet shumë vonë se shkoj gjatë libri, edhe kështu që kam vendosur me kërku donator nga firmat, dhe jam të kërku donator dhe disa firma më kanë përgjigj me shumë ndryshme dhe për mua ka rëndësi vullneti tyne edhe bashkëpunimi, po edhe shfrytëzoj rastin kushdo që bëhet donatori i këtij librit për më ndihmue në shaj respektit dhe unë doja vendosi llogën e firmes ose emrin kushdo që mbështet në këtë libër. Okej. Tu duk ndoshta një vendim i vështirë për me shkruajt libër ose procesi që jetu e bo për me shkruajt libër, po të duket vështirë, apo ki letë ndoshta dhe me nxjerr fjalët, apo jo, po e ki kështu krejt qartë se çka ki me qitë libër? Në fillim i kom pas krejt qarta se çka kam shkrue, edhe kom bi që nuk kam e qenë lehtë me u rikthye kujtimeve, po në një aspekt e kom
shkrue me shumë përgjithësi dhe me shumë krenari për ato që kom bë gjatë luftës. Afroditën e përmenda që normal është libri e ti parë dhe ka shumë njerëz që kanë shkruajtur për luftën, sidomos ata që e kanë përjetu luftën e fundit në Kosovë, edhe ti si një e re, unë la përshtypje që në ditëlindjen 22 tëndën që e ke përmendë edhe në libër, në vend të ëmbëlsirës tu ka bo lufta dhurat. Lufta, po. Mund është me ma përshkruaj pak këtë tregim se çka ke vendosur me tregu libër. Këtu do të i përshkruaj në pika të shkurta me që jemi në emision nuk mundu me përfshi krejtë e librin. Po, fix, në ditëlindjen time, të 22 në vend të ëmbëlsirës në vitin 1999, lufta mu bë dhurat. Budujeva u godit me granat. Ishte ditë e shtune. Dhe ne atë kohë unë jetoja në bashkësi dhe edhe pse isha non e re me 2 fëmijë dhe kisha angazhimet e shumta, po unë gjithmonë e kom përcjell burrin, bile të pak në deri të dyrë të burrit. Dhe atë mëngjes isha ato e përcjell burrin edhe pi them burrit që unë s'e kam ditëlindjen. Dhe burri, në atë kohë nuk ishte që i festanim së kur sot. Po, ajo me një busqeshe të ëmbël më tha, do t'a blej një qëkullat. Po ajo qëkullat nuk u blej. Dhe burri em punon e treg, për ata që nuk i din, se bashku me vllazët e vet, ku akoma edhe sot e punojnë të njëjtën punë, dhe a dite të u pregadit për ta nxirrur mallin e treg, në ato momente pak metra larg punës, kërcet granata e parë, ku e kishin vendosur serbët, në një kontenjer në rrugën mes tregut dhe shkollës Shaban Shalës që quhet, po jo vetëm ato e kishin vendosur edhe një te posta dhe atë ditë ka pas edhe që shtojnë të lëndum njerëz, të plagosur, por edhe të vrarë. Po nuk më arrit këta njerëz ende mi taku dhe mi zbulu se kush ka qenë, po në shfrytëzoj rastin nëse dikush është të dëgju këtë emisión dhe kanë qef, është dëshira e tyne që ma kam në këtë libër, ju lutem letëm të më shkruan, qëmë në Facebook, qëmë me Messengerin. Dhe a dite, gjithë shka u bloku Budujeva. Dhe ndryshoj Budujeva rëndësisht. Undalu puna, undalu lëvizjet, njerëzit filluan me të madhe mu zhvendos, po nuk shkoj gjatë edhe ne u zhvendosëm nga fshati unë, si ne jeton në atë kone Ballavc. Për vetë mirë, burri ka shpëtu mirë, falëndime pa kurqë. Po, ka shpëtua mirë, vetëm që undalu gjithë shka. Okej, pastaj pas këti përjetime, keni dalë pastaj jashtë Kosovës? Jo, nuk kemi dalë. Keni qëndru gjatë gjithë luftës Po, gjatë gjithë kohës kena qëndru në Kosovë, se e thash që edhe ne nuk shkej gjatë, shumë shpejt u zhvendosëm edhe ne u dubuam nga shtëpia me granata, me pluma, po fatmirësisht përshtum panakop edhe pse na vishin rreth kom me plumat e granatat, po shpëtuam dhe për aty 3 javë, deri sa u kthyem në shtëpi, rreth Gollakut, për Prishtinë, kemi po gjithçka, kemi përjetuar gjithçka, frikë, panik, britma, plaçkitje nga paramilitarët, plagosje, vrarje, të etur, të uritur, të ndjeku në përshi, në për të ftaf, gjithë shka kemi përjetuar dhe në fond u këthim në shtëpi. Pas 3 javë u këthim në shtëpi dhe fatmirësisht shtëpia jonë për u liru për banim, Ballovci i poshtme, me 6 fshatra për rreth dhe një pjesë e Budujevës u lirua për banim. Por, kur ne u këthim në shtëpi, aja që ishte e rëndësishme ishte që ne ishëm këty të gjithë gjallë. Edhe pse kishëm vujt gjatë rrugës, gjatë aty në 3 javë, po ne u këthym të gjithë gjallë. Por pyetja tjetër që vinte pas sajna që na përplasi për fytyre ishte që si do mbijetojmë tani. Ne ishëm 23 antarë. Dhe nuk shkoj gjatë erdhën edhe disa miq dhe u bën për mbi 30 antarë. Dhe për mbi 30 antarë kemi ushqim vetëm për një 2-3 ditë dhe ato duke e kursyer, është me të vërtetë e vështira.
Edhe imagjinoni nga gjithë këta, vetëm unë i kisha 200 mark që i kisha arrit mi shpëtu në gjep. Prej aty në përmbi 30 antarë. Dhe tashte, imagjinoni, ndërsa 100 kila mill kushtoni 100 marka. Tani si të bijetojnë me 200 marka. Kurse në magje, apo së ndukun me qua këta trit nëse nuk e kuptojnë magjen, kishë mill sa kunatat e gatojte një tepsi gorabia dhe une e gatova një buk pugaci që e fshiva magjen, dhe më thonë kaq kemi pas. Dhe një kur u kthim në shtëpi, gjallin e vogël nga helmimi Aridonin, që në atë kohë i ka pas 14 muaj, u ba shumë keq. U ba, sa që s'ku kur ta gdhen dikush me sopat, nuk e njëfshme. Nuk e njëfshme që u ba nga helmimi. Dhe fatmirësisht shtëpia shëndetit punante. Dhe ne të nesmërit e qumë të mjeku, dhe mjeku i aqiti 7 copa infuziona. Dhe thot, nëse nuk përmirësohet me 3-4 infuzionat e parë, këta do të mishtrinë në spital. Po fatmirësisht filloi djali me më përmirësue dhe ne filluam me shfrytëzuar rastin të e që djalin me marrë infuzionën, na filluam me bartë mallin që na e kishëm të depo, edhe pse një pjesë e madhe ne e kishëm plaçkit, po ata sa kishte met, dhe ishin 2 marketa, edhe një furrë bukës, dhe ne sa herë që shkonin djalin e çonëm për infuzion, ne blenim mallë dhe sillëm në shtëpi, dikun e morëm edhe karrocën e dorës apo kolicën. Kjo kur është shliru Kosova, do me thonë? Jo, se ka përfundu, jo, gjatë luftës para mu shlirua, edhe 2 muaj ditë ka vazhdu tani kja. Dhe ne kena fillue me bartë mallin, me sillën në shtëpi, dhe vënë njerëzit me ble, dhe shumë shpejt, spontanisht, u bani treg në Sfeqel. Dhe ne e qënëm ato mallin dhe ne fillu me furnizu tregun në Sfeqel. Që në një aspekt, Aridoni në atë kohë ma ka këfut shpirtin sepse a i kishte nevoj për pushim. Se ishte shumë keq, që ta maltretoja në me orë të tëra, se kur dilnim nuk mundu më këtuje para 6-7 orëve në shtëpi. Dhe ta maltretoja son shpinë, son kolicë. Por, qka t'i bëjmë, kjo ishte fate që me pak fjalë, Aridoni u bë shpëtimtar e asaj mbijetese që ne e majto ma treg për një kohë gjatë. Dhe pas ne u shpenzua gjithë podujeva. Marketet u shpenzuan se ato nuk u furnizonin, vetëm ata qa kishën mbet. Dhe ne t'u e po gjendjen, edhe t'u e po njerëz, edhe t'u e po qa kishën vujtu në gjatë luftës pa ushqime, në gjatë rrugës, dhe insistoj shumë të burrit, a ikëm për Prishtinë. Si ma nuk kam në Pudujev Qablina dhe jo vetëm ne, po askush nuk e dinte Gelina sa do zgjat edhe çka do ndodh. Dhe ne filluam për Prishtinë me ba tregtin dhe ditën e parë unë nisëm për Prishtinë dhe kur arritëm te autobusi, se në atë kohë kur kemi ustue, se ne tani edhe për një kohë gjatë kena ustue për Prishtinë, nuk i dinim rregullat. Rregullat ishin që në autobus nuk komenin ustar ma tepër të sa ulse, dhe u deshke me marrë leje nga komuna në banorët e Pudujeves për më ustue. Dhe në ditën e parë këta nuk e ditëm, dhe njerëzit hypën atë autobus, mu më dale konduktori sërb, dhe unë nuk e kuptoj serbishten, burri e kuptoj dhe ishte arsyeja që nuk i kishëm lejen e ustimit, dhe më ta thënë drejtë në ato momente një familje ke po që zhgënjesh kur e merr një rrugë dhe nuk arrin me realizuar. Okej, po njëjtën kohë e ndjeja diçka, një farë ndjenje të çuditshme dhe i thash burrit, o zot, nuk e di as vetë çka po ndodh. Është një farë ndjenje që s'pe kuptoj as vetë. Ke po ki diçka një farë para ndjenje që nuk din me kuptu, po e din që diçka ashtu ndodh. Okej, autobusi unë nisë për Prishtinë, ne unë nisëm për Pudujev, shkënëm bletëm pak ushqim, mërëm let edhe ka kthejmë në shtëpi, na nalën ushtria. Dhe na kontrollun. Spari na pëtën ku për shkoni, thamë që në shtëpi ku ishit në qytet, bletëm harç për fëmijë,
na kontrolluan, nuk na gjetën asgjë dhe po më thënë mu njëri prej tyre çaj sutjenat nalt. Dhe unë në fillim hezitova dhe më kapi panika dridhëret, edhe pse mundeja me më shefat friken, po dhe njëri më ngriti zërin dhe edhe pse se kuptoja se gjuhën, ne kuptoja se çka po më thonë. Dhe Ngelina, si ti që e në sutjenat nalë, kërë një kisha një mi marë kanë sutjena. Po, ma më fond e qova sutjenat nalë, por paret nuk mi gjetën. Dhe fillu me ecë me burrën dhe kemi ecë një pjesë gjatë, që nuk gullëdhej as frime morre me ecë, edhe dikona ku marrë frimë shlirë dhe i thash burrit nëse ndodhë dhe një herë më na ndalë, këtë pare nuk do na shpëtojnë. Si thuhet aja fjala e treta e vërteta. Se një ditë më parë, burri ka kthehet nga tregu i Sveqles në shtëpi, nga larg e ka pa makinën e ushtrisë dhe atë pare i ka hedhën therra. Dhe ka vazhduar dhe e kanë kontrolluar, dhe nuk i kanë gjetur asgjë, ja kanë marrë orën e dorës. Dhe unë për këtë arsye ja kisha bë sutjena nga një vrim që ti më shefi paret. Dhe për këtë shpëtuam paret. Dhe nesër vazhduam rrugën. Unë nisëm për Prishtinë, hypëm në autobus dhe kur arritëm në Lluzhan, çka me pa të merr. Ky autobus si që sheni këtu, ishte nda në gjist. Dhe kom thonë, o, zot, a kanë shpëtu ata njerëz? Mirë familjarët e tyne. Dhe, më falë veç pak. Se traume e folje dhe pak më shumë dhe po besoj që kur të folj për luftën është tema e ndjeshme. Është shumë e ndjeshme. Fort shumë është e ndjeshme. Dhe nga përshpëritmat e njerëzve, po kuptoj diçka dhe më goditi që shumë sa që veqa më dëkë kur nalet frima. Dhe pi tham burrit. Ilme zemra ime, a jetu e kuptue që autobusi është i djeshit që na patëm e hym këtë autobus. Wow. Nuk më isha me marë, edhe ata më dhimshëm, po tashte në realisht të mija jo dhimet, kur është... Kërë ke kuptu që ke mujtë të me qenë që ato. Vesh këmë thonë, o, zët faleminderi që fëmitemi për atë ndales, për atë leje që nuk e patëm, fëmitemi nuk me të njëtëm, së do rritën me prind gjallë. Kja ka qenë aja dhimbja. Me gjitha ta ne vazhdum rrugën, mutërën e burrit e kishëm në Prishtinë në lagjën e spitalit, atë kemi vazhdu, kena bujt, se kur kena fillu destinacionin Prishtinë, Ballavc, ne nuk kena mujt më këtu brenda ditës, se ka qenë orari i autobusit shumë i shkurt, dhe bunëm një natë atje, një natë në Ballavc. Disa netë këm bujt edhe të vajza e agjit, të Ilmiut, të Shema në Bregdillit, dhe ato ka pas telefonin fix. Po e ka pas linjën ndërpritim për me thirë dikon. Vetëm kush ka thirë. Dhe ato arrita të dhajmë lajme të mira, dy kunedve të mi që ishin njëri në Zvicër, tjetërin në Zagreb. Dhe arrita edhe babi tim në Zvicër të dha lajme të mira që ne jemi gjallë. Që në atë ko... Këtë fjallë e kam prit krejt familjarë, realisht me i telefonu dikush që si janë dëgjuar me mujë dhe ka qenë që nuk dishën asgjë për neve. Si bobi jem ka jetuar 30 vite në Zvicër që ka punu dhe ishte me vllaun e vetë, me familjen e vetë dhe kur e mur këtë lajmë, atë sa e gëzushme ishte që edhe pitën burrit, vetëm këtu lajme që arritëm motrës burrit, punetve, babi tim, se ata ta një shpërndajshin, po krejt familjar ta nena, që arritëm ju dhonë lajme që një jemi gjallë, ja ka vlejt kja sakrificë. Dhe një kina vazhdu ashtu, deri me 11 qershorin, kina bajt malë, e Gelina, qa kemi gjetën Prishtinë për mbjetesën e njeriut. Lugë, piruna, lovera, sita, patika, këpuca, pinga, qerapa, ushqim, me ka 1.000 mark, 800 mark, kur nuk atëre 1.000 mark janë 2.000 euro, edhe ka pas vlerën edhe shumë atë madhe. Ka qenë shumë ngarkes, po me gjithat, unë jam e lumtur që shpëtuam dhe e mbajtëm popullatën tonë me gjëra elementare për mbjetesë. Dhe që më ka emocionua është se unë këtë ditë kum bëhë lumtimet e njerës, kum marrë intervista dhe i falenderoj të gjitha ata që ka qenë gatshëm
fshatit Sfeqel, qoftë kryetari i fshatit, që më kanë mikpritur shtëpinë e tyre me dashuri dhe respekt dhe që i kanë rrëfyer ngjarjet historike. Dhe pse unë në atë kohë isha bindur që nuk ka pas njeri tjetër kush që e ka furnizuar tregun. Ai treg që ka punu ato vetëm në për depot që janë met e kanë pru ato, ose sërt, sillshin që i rrëmbeshin ushqimin në për depot e shqiptarve dhe sillnin ato, për ndryshe vetëm unë dhe Ilmiu, burri jem, që e kena majta treg. Edhe, unë theja shpesh, unë nuk e pata mundësi, si me që kisha fëmijët e vegjël, nuk e pata mundësin me vesh uniformin e bukur të UÇK-s, me ka pushkën në krah, dhe mi dal armikut ball për ball, dhe ato e para në prang kisha dal, me mbrojt popullatën tonë. Por unë e pata mundësin që të punoja për mbijetesën e tyre. Okej, një mesazh shumë i mirë për fond, edhe gjithashtu për librin, normal si një anë e re që ke qenë Afërdita, ke pas edhe shumë përjetime gjatë luftës. Krejt këtu ke vendosur me sjell librin tënd të parë, kështu që mezi po presim me pa edhe realizimin edhe finalin e me pas kopertinën e librit në dorë. Unë po të urej shumë fat edhe shumë suksese gjithashtu edhe në promovim, se po besoj që kemi pas edhe një promovim të librit, kështu që vazhda me punën e mirë, edhe shumë faleminderit që kjo është sot në Shqipëri, paka shumë falem e shtjellum disa tema që kemi pas në libër, se për një me folë për luftën, ndoshta nuk mjaftojnë as 20 minuta as gjysore, por ka që kishim edhe kohën, kështu që edhe rastin që the që ke pa vdekjen me sy, po besoj ka qenë për fotografia në fjalë që është autobuse. Rastet këta kemi has gjatë edhe rrugës. Jo, nuk ka qenë ato që e kom parë me sy, ka qenë protestat. Se në libër janë jo vetëm kja pjesa viti i luftës, po janë përfshirë një dekadë. Dhe më thonë nga viti 1989, protestat e Marsit, ku në atë kohë isha vetëm 13 vjeqe, dhe pak metra nga unë në protestat e Marsit, u vëra dëshmori Mehmet Ujupaj. Dhe unë si fëmi u të rëndita shumë, dhe besën shumë këm pas marrë trauma, kur unë nuk më isha me përcuptu me imagjinu, si ka mundësi njeri me vra. Isha pak metra, kja ka qenë shumë rasti i ranë. Ke qenë dhe shpëmi dhe vetëm 3.000. Dhe edhe rasti tjetër është edhe rasti kure këm shkru dhe disa dit komendua ata fos në libër aje se është rast tepër i ranë, është dëshmori Besnik Restelica. Këtu në libër janë të përfshirë edhe kapitulli i dhunës seksuale, dhe ka shumë raste që më kanë godit, dhe nuk e di me të vërtet, njeri është maj fort siguri. Është edhe një rast, nuk e di a kemi kopër. Jo, nuk ka lidhje, nuk është më rëndësi edhe me i përmend tash po krej, po nuk është edhe kemi shumë kohë, kështu që e rëndësishme është që shumë mirë që ke vendosur me pru këtë libër për luftën e fundit në Kosovë, për jetimet, edhe për një dhe për gjeneratat e reja, me ju të regu se nuk duhet me haru asnjëherë çka kanë përjetu prindërit, gjyshërit, edhe familjarët e tyre, se ka dhe shumë gjeneratat e reja që nuk e kanë përjetu luftën, nuk e dinë se çka është, kështu që si një vajzë e re që e ke përjetu vetë, shumë mirë që e ke sjell këtë libër me met një histori dhe me të regu për përjetimet e tuja dhe të familjes tënde. Po pikërisht për këta vendosa, sepse historia që nuk shkruhet, rrezikohet e harrohet, dhe dua që brezat e ri ta kuptojnë se sa sakrifica janë bërë për lirinë që sot e shijojmë. Faleminderit shumë, Afërdita. Faleminderit edhe për ju, dhe uroj që më falni që pak ju kom emocionu, se është emision është rast emocionuese, si ne jena mësu me folësh për sportin, kështu që faleminderit edhe nga ju. Shumë faleminderit edhe ty, shumë suksese. Faleminderit.